Pra deputetët ti transferojnë të Maqedonësit. Tani këtu jemi përpara një labirinthi i argumenteve sepse ngritën shumë tema. Po. Atëherë tema parë pse copëzohet aspekti politik shqiptar. Islamizmi politik. Atëherë unë mendoj copëzimi vjen sepse megjithëse kemi mik dhe intelektualisht gjithë shqiptarët ose pjesa më e madhe sidomos në Shqipëri e kanë parë Eli Ahmetin si një referencë që vinte nga lufta dhe që mund të realisht të realizonte marrëveshjen e Ohrit. Praktikisht neve kemi nga viti 2002 jemi 2016 dhe 14 vjet të bollshme që kjo marrëveshje të realizohej në pjesën e vet 99.99%. Dhe nuk është realizuar, kemi një prosperitet maqedonisë si Maqedoni, kemi varfrim të shqiptarëve, humbje të peshë specifike politike të shqiptarëve, kemi korrupsion endemik në nivelet e dyta dhe treta, sepse maqedonasit përveç talentit që kanë shqiptarët për të korruptuar edhe korruptonjës shumë të mirë, pra nëse ka një personazh interesant, karizmatik dhe të kulturuar, ata me njëherë i bëjnë ofertat nga më të ndryshme dhe kjo është një strategji, unë e kam ndjekur situatën e Maqedonisë që ka 92-shi, dhe kjo ka ndodhur me të gjitha forcat politike. Nuk mund dhe një dorën zjarë për Eli Ahmetin, për kjo është një çështje tjetër. Gjithsesi ai nuk ka kontrollin që ka padur, ka vota, ka akoma besim, ka kockën e fortë të votës të shqiptarëve aty, por misioni i tij për fat keq është në një trajektorë ulse. Kjo është e para. E dyta, kjo parti e re që ka dalë, shikoni, Erdogani, edhe unë nuk e shoh këtu, mund mendoj se ka debat. Erdogani do të ndërtojë një lloj Commonwealthi ballkanik. Pra, ju e dini që Britania e Madhe ishte perandori botërore, ka akoma dhe sot Commonwealthi britanik. Pra, shumë vende, Zelanda e Re, madje edhe Australia dhe njojnë autoritetin e mbretreshës. Absolutisht po, dhe kanë, jo, nuk është shumë formale, sepse kanë marrëdhënie speciale tregtare, kanë tarifa tregtare doganore krejtësisht tjera dhe krijojnë një superfuqi ekonomike nëpërmjet Commonwealth. Dhe ka qenë të zgjuar, mund të shkëputeshin nga kurora britanike, por kjo jep vetëm avantazhe, nuk është çështje nënshtrimi, është çështje leverdie. Unë mendoj që si një potencë e mesme, Turqia është një vend me 100 milion banor, gati 90 milion banor, me një produkt të brendshëm shumë të zhvilluar, pavarësisht. Çdo këtë ekspansion Maqedoni, Kosovë apo Shqipëri. Unë mendoj e para është flasim për ambisin e Erdoganit si lider që kanë qef strukturat gigantoide, pra domethënë është i madh, është një pothuajse perandor tani më. E dyta, gjithsesi mendoj që është në interesin gjeopolitik të Turqisë që të shtrihet ato vende ku ka prezencë ish-perandorake dhe komunitetet fuqishme myslimane, për arsye sepse i bën presion Europës. Ju e dini shumë mirë që deri para 10-12 vjetësh Turqia ka qenë pothuajse e poshtruar nga Brukseli në dëshirën e saj për të plotësuar gjitha kriteret për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe nuk është lejuar të hyrë në Bashkimin Evropian si myslimane, si problematike, si heterogjene etj. Atëherë kjo është një lloj kundërloje kompensuese që Erdogani mendoj unë me inteligjencë, pavarësisht problemi që ka në politikën e brendshme me gazetarët, me këto nuk po flasim. Flasim në gjeopolitik dhe ka një staf që e ka hartuar këtë platformë për të qenë prezente në Ballkan. Rrezikon të jetë aktiv dhe në Shqipërinë zgjedhëtarë? Është aktiv në Shqipëri. Në zgjedhje flas. Në këtë nuk e di, e provoj një herë me një subjekt politik që e dim gjithë, dhe ai subjekt pastaj humbi rrugës, por nuk se e ka hequr dorë nga kjo dhe kam përshtypjen që kjo rilindje për rilindje pam edhe ke partia e re e Besës. Pra, unë mendoj që tendenca e tij për ndikuar ke Rama është në Shqipëri si ka raportet me Ramën, po, tani marrëdhëniet me Ramën janë për fajt Ramës jo dhe ajtë mija, sepse ai në fillim i premtoi që do t'i dorëzonte gylenistët. Kur pasi kush ishin gylenistët në Shqipëri, u të merrua sepse kishte edhe shumë pjesë stafit vet. Dhe atëherë u troq. I kishte gylenistë stafin? Ka, e dim, ja, mund t'i thot Fariu këto se i njeh më mirë. Zoti Balliu, çfarë lidhje ka